Qëndrimi i Bashkimit Evropian është shumë i qartë, është shprehur nga zëdhënësja e Komisionit, është shprehur edhe sot nga ambasadori i Bashkimit Evropian në prezantimin e prioriteteve të Bashkimit Evropian, të presidencës hungareze, doja të thoja, dhe është qëndrimi që sigurisht që opozita është e lirë të demonstrojë, demonstrimet paqësore janë pjesë e sistemit demokratik, por është krejtësisht e papranueshme çdo përdorim i dhunës dhe çdo tejkalim i standardeve demokratike të protestës. Mazhoranca ka qenë gjithmonë e hapur për të bërë dialog politik brenda institucioneve, brenda ligjeve të shtetit, brenda asaj hapësire që ofron Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Duke respektuar këtë hapësirë, duke respektuar ligjet, kualifikohemi më shpejt për të qenë një vend antar i Bashkimit Evropian.